Sot libri del nga raftet dhe shkon në natyrë. Në një hapësirë të mbushur me gjelbrim, ngjyra, buzëqeshje dhe imagjinat, fëmijët bëhen pjesë e një karvani krejt të veçantë, karvani i librit. Përshëndetje, unë jem Andra. Sot kam ardhur këtu me mësu librat. Përshëndetje, unë kam emrin Glauk. Unë jem në klasë 2 edhe sot i kam fituar 3 libra. Zakonisht përdori teknikën e thëngjillit, më pëlqen më shumë se edhe shpreh veten më lehtë, edhe në piktura kam qef me paraqit natyrën, paraqit shtëpia e kështu me radhë. Me pas notat e mira, sjelljen e mirë se kam i vyt edhe në të ardhmen për me kriju një të ardhme të mirë.